Një aksion tjetër si nëpër filma ka ndodhur sot në lagjen Kiras në Shkodër. Ndërkohë është zbardhur identiteti i të riut që qëlloi me armë ndaj policisë dhe arriti të largohej. Bëhet fjalë për Barush Bregun, krahun e djathtë të Licve. Në momentin kur efektivët kanë qenë në ndjekje të tij dhe në një perimetër të afërt, i dyshuari ka qelluar në ajër dhe i është larguar në drejtim të paditur. 39 vjeçari i njohur si krahu i djathtë i Ibrahim Licit ka precedent penal për drogë dhe armbajtje pa leje dhe dyshohet se është përfshirë në disa ngjarje të rënda kriminale. Ai u shpall në kërkim pasi dyshohet për përkrahje të autorit të masakrës në Shkodër, Ragip Gila. Bregu është në kërkim për disa vepra penale, mes tyre sigurimi i kushteve dhe mjeteve materiale për të kryer vrasje, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit dhe vjedhja e shkuar atij kriminale. Barush Bregu është arrestuar më parë në maj të vitit 2019 pas një operacioni të përbashkët të Reneas, FNSH dhe forcave shqiponja në një banesë të marrë me qira në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Ai është dënuar me 4 vite burg për kultivimin e bimëve narkotike, vepër e kryer në bashkëpunim në vitin 2016. Ndërkohë në vitin 2018 policia i gjeti në banesë një armë zjarri Kalashnikov dhe municion luftarak, për të cilat ndaj tij u vendos masa e sigurisë arrest në burg për armbajtje pa leje. Autoritetet e konsiderojnë Bregun si pjesë të një grupi kriminal dhe ai është i dyshuar edhe për përfshirje në trafik të lëndëve narkotike dhe ngjarje të tjera kriminale në qarkun Shkodër. Lidhja me grupin e Licve. Barush Bregu njihet si krahu i djathtë i Ibrahim Licit, i dyshuar si autori i vrasjes së dy fisht të vëllezërve Bilali në Shkodër. Policia dyshon se ai ka ndihmuar Licin në këtë ngjarje të ndodhur më 30 mars 2019, si dhe në aktivitete të tjera kriminale. Sipas hetimeve, Bregu dyshohet se ka qenë person që ka ndihmuar Licin në lëvizjet dhe veprimtarinë e tij. Në një rast tjetër, gjatë një ndjekjeje nga policia në Shkodër, Bregu dyshohet se përplasi me automjetin e tij 2 patrulla policie, duke arritur të largohej nga vendi i ngjarjes. Në një prej operacioneve policore është arrestuar edhe Bajram Çekorja, 21 vjeç, banues në Shkodër, i dyshuar për përkrahje të Barush Bregut.